Njohësi i çështjeve politike Agronoti në një prononcim ka thënë se shteti mik i Kosovës është ai shtet që ja do të mirën asaj. Sipas tij nuk është ai që ndërton kishta dhe xhami, por që interesohet për zhvillimin e saj ekonomik. Shtet mik i thuhet atij që investon në ekonominë tënde, që të arrit mirëqenien dhe që të zhvillon si komb. S'mund të thuhet mik atij shteti që të ndërton kishta dhe xhami, ndërsa pallasi ha për ekonominë, aq më pak për zhvillimin e kombit tënd. Kur s'ke ekonomi, s'ke mirëqenie, ke ikje të rinisë e profesionistëve dhe s'ka kush të shkojë më mirë as në kishë dhe as në xhami. E para vjen ekonomia, që ta forcojë kombin, e pastaj vjen të tjerat, ka vlerësuar Hoti. Sipas analistit Hoti, ai shtet që investon në fe, ta do fare shtetin dhe kombin, kurse ai që të investon në ekonomi, ta do shumë shtetin dhe kombin. E Kosova terrorizuar nga Serbia, që mbi 100 vite, dhe që në 1997 deri në 1999 u bë shkrumbehi nga po e njëjta Serbi, ka dhe do të ketë shumë nevojë për investime në ekonomi dhe jo në fe, sepse pa ekonomi s'ka njerëz, e pa njerëz s'ka jetë dhe rrjedhimisht s'ka as fe, ka theksuar analisti.